Të krijohet autoriteti kombëtar i aksesueshmërisë dhe për monitorim dhe miratim të kushteve dhe projekteve, që do të thotë, ky autoritet do të përbëhet nga përfaqësues të kategorive të ndryshme të personave me aftësi të kufizuara. Do të jetë filtri i kategorisë tuaj për çdo vepër që do të bëhet në Shqipëri. Dyshemeja do të jetë 200.000. Për të gjithë ata që sot e kanë 200.000 e sipër, ne do të arrisim, do të bëjmë çdo gjë që të rritet pagesa me 25.000 lekë të vjetra në vit për 4 vitet që vijnë. Ne nuk do ta lejojmë kurrë që një kompani private apo shtetërore që ka detyrim sot që çdo 25 punonjës një taket me aftësi të kufizuara të mund të mos e punësoj duke paguar te sigurimet vlerën përkatëse dhe ato t'u japin ju. Jo. Në çdo rast kompanitë në fjalë do detyrohen të punësojnë njerëzit. Shoqëritë, siç e thash në fillim, duken sa cilësore janë se si i trajtojnë më të dobtit e vet. Ata që janë më në nevojë. Nëse ti me jetimin si u e shkeq, ti je një shoqëri e keqe.